me PDK-n. Për të arritur në gjuhën anglisë në tojnë stakes, në gjuhën shqipe i bjen hisën, apo hakun e bashkëpunimit potencial të mundshëm pas shterjes së çdo ftese, mundësie, procesi negociator që mund ndodh me partinë e tretë. Në intervistën e plotë tha që është krejt e logjikshme dhe më e natyrshme të bëhet i pari me të tretin si i pari me të dytin në relacion të aludimit për LDK-n. Krejt ky proces natyrisht kërkesa apo sfidimi politik që zoti Kurti i bën kundërshtarëve politik të vet është mos ta paraqesim si lojë politike, sepse ashtu e konsideron në strategjinë e tij dhe të saj vetëvendosja dhe zoti Kurti, zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Prandaj nuk shoh lëvizje të kjo pjesë përsa i përket konstituimit në taktikën apo strategjinë apo bindjen dhe vendimin politik, orientimin politik dhe bindjen politike që ka caktuar vetëvendosja, konsiderohet dhe vazhdon të konsiderohet që konstituimi i kuvendit nuk është pjesë e kalkulimeve, koalicioneve, marrëveshjeve politike dhe proceseve të cilat duhet i paraprinë. Prandaj nuk konsideroj që ekziston së pakut e vetëvendosja një dëshirë, ta themi kështu, apo një mundësim i kapërcimit apo i lëshimit në kalkulime politike përsa e përket